Letra drejtuar Galatasve. Kapitulli 1. Përshëndetje. Pali apostull, jo për njerëzve as me anë të ndonjë njeriu, por me anë të Jezu Krishtit dhe të hyjit atë që e ngjalli Jezusin për të vdekurve, dhe të gjithë vëllezërit që janë me mua, kishave të Galacisë. Paçi hire paqe prej hyjit atit ton dhe prej Zotit Jezu Krisht, i cili e flijoi vetveten për mëkatet tona, për të na shpëtuar nga shekulli i tashëm i keq, në përkim me vullnetin e hyjit atit ton, i cili qof lavdëruar në shekuj të shekujve. Amen. Qortim. Fort po çuditem që kaq shpejt po e lini atë që ju thirri në hir të Krishtit, për të kaluar në një ungjill tjetër. E pra, ungjill tjetër nuk ka, por po, ka si njerëzish që ju turbullojnë dhe që duan ta shndrojnë ungjillin e Krishtit. Tashti, në qoftë se edhe ne vet ose edhe ndonjë engjëll prej qiellit ju predikon një ungjill tjetër të ndryshëm nga ai që ju patëm predikuar ne, qoftë mallkuar. Sikurse ju tham më parë, po ju them edhe tani përsëri. Nëse ndokush ju shpall një ungjill tjetër të ndryshëm nga ai që e pranuat, qoftë mallkuar. Pse? A thua unë ndoshta kërkoj të fitoj për krahjen e njerëzve e jo të hyjit? A mos kërkoj të pëlqej njerëzve? Po të mundoja ende të pëlqej njerëzve, nuk do të isha shërbëtori i Krishtit. Thirrja e hyjit. Tani, o vëllezër, po ju vë në dijeni, ungjilli që ju kam predikuar nuk është vepër njerëzish, sepse atë as nuk e mora, as nuk e mësova prej ndonjë njeriu, por ma zbuloi Jezu Krishti. Keni dëgjuar sigurisht për sjelljen time të dikurshme në judaizëm, si e salvoja mbi çdo mas kishën e hyjit dhe u mundoja ta shkretoj atë. E prej se tepër i dhënë mbas traditave të parëve të mi, i te kalova në judaizëm shumicën e moshatarëve në kombin tim. Por se, kur ati që më zgjodhi qysh në kreharorin e nënës dhe më thirri me hirin e vet, i pëlqeu ta zbuloj në mua birin e vet për ta shpallur ndër pagan, unë me njëherë pa u këshilluar me asnjë njeri, e pa u ngjitur as pak në Jeruzalem te ata që para meje ishin apostuj, shkova në Arabi dhe përsëri u ktheva në Damask. E vetëm pas 3 vjetësh u ngjita në Jeruzalem për t'u njoftuar me Kefën, e ndenja te ai 15 ditë. Të tjerë prej apostujsh, përveç Jakobit, të vëllait të Zotit, nuk pash asnjë. Për çka po ju shkruaj, betohem para hyjit se nuk ju rrej. Pastaj kalova në krahinat e Sirisë e të Cilicisë. Personalisht isha i panjohur kishave të Krishtit në Jude. Ato vetëm kishin dëgjuar. Ai që dikur na salvonte, tani shpall fen që dikur e shkretonte, dhe lavdëronin hyjin për shkak tim. Kapitulli 2. Asambleja në Jeruzalem. Mandej, pas 14 vjetësh, përsëri u ngjita në Jeruzalem bashkë me Barnabën. Mora me vete edhe Titin, dhe u ngjita pse i nxitur nga një zbulesë. U parashtrova në këshillim, posaçërisht më të rëndësishmëve, ungjillin që predikoj ndër pagan, që ndoshta të mos veproja ose të mos kisha vepruar kot. Tashti as Titi që ishte me mua, edhe pse grek, nuk që shtrënguar të rreth pritej, e kjo për shkak të vëllezërve të rrejshëm që e fusin hundën kudo, të cilët u futën pa drejtësisht për të na e cënuar lirinë që na i jep Jezu Krishti për të na bërë sklever. Këtyre as për një çast të vetëm nuk u lëshuam pe, as nuk u nënshtruam që të ruhej e pa cënuar e vërteta ungjillit ndër ju. E ata që janë diçka, çka ata ishin dikur, unë si jap kësaj rëndësi. Hyj nuk këqyr kush është kush. Këta njerëz me rëndësi në kish, kur gjë nuk kërkuan të shtohet, por përkundrazi. Ata panë se më që besuar predikimi i ungjillit ndër pagan, shi sikurse dhe Pjetrit ndër të rreth prerë, pasi ai që kishte vepruar në Pjetrin për apostullim ndër të rreth prerë, po ashtu kishte vepruar edhe në mua për të mirën e paganëve,
dhe duke njohur hirin që më që dhën, Jakobi, Kefa e Gjoni, që të shmohen shtyllat e fesë, na i shtrin të djathtat e veta, mua dhe Barnabës, në shenjë të bashkësisë, kështu që ne të shkonim ndër pagan e ata ndër të rreth prerë. Vetëm na porositën t'i kujtojmë të vobektët, gjë që jam kujdesuar ta bëj në mënyrë të veçantë. Pietri dhe Pali në Antioki. Kur Kefa erdhi në Antioki, i kundërshtova ndër sy haptas, sepse meritoi dënimin. E një mend, para se arritën disa njerëz prej rrethit të Jakobit, hante bashkë me pagan, por kur erdhën ata, nisi të tërhiqej të ndahej, pse i dronte të rreth prerët. Pas shembullit të tij, shkuan edhe judejnë tjerë, kështu që edhe Barnaba u gënjye preshtja e rakisë së tyre. Pra kur parë se nuk po ecnin drejt simbas së vërtetës së ungjillit, i thash Kefës para të gjithëve: nëse ti, që je hebre, jeton si paganët e jo si hebre, përse paganët i detyron të jetojnë si hebrejnë? Ungjilli i Palit. Ne jemi prej natyre hebrejnë, e jo mëkatar nga paganizmi. Dhe e dim tashti se njeriu nuk shfaqsohet në sajet të veprave të ligjit, por vetëm në sajet të fesë në Jezu Krishtin. Prandaj ne besuam në Jezu Krishtin, që ta fitojmë drejtësinë nga feja e Krishtit e jo nga veprat e ligjit, sepse askush nuk do të mund ta fitojë drejtësinë me anë të veprave të ligjit. Por nëse duke kërkuar të fitojmë drejtësinë në Krishtin, doli në shesh se dhe ne jemi mëkatar, a mos është atëherë edhe Krishti në shërbim të mëkatit? Prit e Zot. Por se vërtet në qoftë se përsëri ndërtoj çka më parë rënova, dëshmoj për vetvete se jam kundër vajtës, sepse me anë të ligjit vdiqa për ligjin që të jetoj për hyjin, u kryqëzova bashkë me Krishtin. Jetoj, por jo më unë, në mua jeton Krishti. E këtë jetë që tani e jetoj në trup e jetoj në fejnë e birit të hyjit, i cili më deshi dhe e flijoj vetveten për mua. Jo, unë nuk e hedh poshtë hirin e hyjit, sepse në qoftë se shfaqësimi po u fitoka me anë të ligjit, atëherë Krishti ka vdekur kot. Kapitulli 3. Përvoja e krishterë. Po kush u Galatas të pamend, ju a mori mend, kurse para syve tua Jezu Krishti u përshkruaj kryqëzuar? Vetëm kaq dua të di prej jush, a e morët shpirtin shenjt në sajet të veprave të ligjit, apo pse e pranuat fen? Po a kaq të marrë jeni? Filluat me shpirtin shenjt e të mbaroni me trup? Po a thua, kot i përjetuat të gjitha këto gjëra? Oh, të kishin qenë kot. Po a thua sa ai që ju jep shpirtin shenjt dhe bën ndër ju veprat mrekullueshme, i bën këto pse ju i kryeni veprat e ligjit, e jo pse e keni dëgjuar mësimin e fesë? Teza e Palit. Kështu pse Abrahami i besoi hyjit, kjo gjë ju numërua për drejtësi. Dinje pra mirë, ata që besojnë janë bijtë e vërtetë të Abrahamit. Shtjellim në bazë të shkrimit. E shkrimi shenjt duke paraparë se hyji do t'i shfaqsoj paganët me anë të fesë, qysh më parja dha Abrahamit këtë lajm të gëzueshëm. Në ty do të jenë të bekuar të gjithë popujt. Kështu pra ata që besojnë janë të bekuar bashkë me Abrahamin besimtar. E një mend, ata që mbështeten në veprat e ligjit janë në mallkim, sepse shkrimi i shenjtë thotë: qoftë mallkuar se cili që nuk e mban e nuk zbaton gjithçka është shkruar në librin e ligjit. E se askush s'mund të shfaqsohet para hyjit me anë të ligjit është e qartë, sepse i drejti do të jetojë me anë të fesë. Tashti ligji nuk është prej fesë, por kush e mban, në të do të gjejë jetën. Krishti na shpërbleu prej mallkimit të ligjit duke e bërë ai vetë mallkim, sepse rishkruar, i mallkuar është gjithkush varet në kryq, që përmbi pagan të arri bekimi i Abrahamit në Krishtin Jezus, që premtimin, shpirtin shenjt, ta marrin me anë të fesë. Premtimin nuk e zhbën ligji.
Vëllezër, po marr shembull nga jeta njerëzore. Një testament të thjesht njerëzor të bërë në rregull, askush nuk e zhbën as nuk i shton gjë. Tashti këto premtime janë bërë Abrahamit e pasardhësit të tij. Nuk thuhet pasardhësve të tij si për shumë pasardhës, por për një të vetëm, dhe pasardhësit tënd. Ky është Krishti. Ja, çka dua të them. Beslidhjen që hyje ka bërë në mënyrë të rregullt, nuk e zhbën ligji që erdhi 430 vjet më vonë dhe nuk i çet poshtë premtimet. E një mend, nëse trashëgimi fitohet me anë të ligjit, nuk mund të fitohet me anë të premtimit. Tashti, Abrahamit hyje dha dhuratën e vet me anë të premtimit. Roli i ligjit. Po atëherë, çu lyp ligji? Që vën përngjat për arsye të kundërvajtjeve deri që të vi trashëgimtari, të cilit ju bë premtimi, ligji u shpall prej ëngjëjve me anë të një ndërmjetësi. Tashti ndërmjetës nuk ka, ku është vetëm një. E hyji është një i vetëm. A thua atëherë ligji është kundër premtimeve të hyjit? Pritë Zot. Por po të ishte dhënë një ligj i cili do të mund të jepte jetë, atëherë me siguri drejtësia do të na vinte nga ligji. Por Shkrimi i Shenjtë gjithçka ndryn nën mëkat që me anë të fesë në Jezu Krishtin, t'u jepej premtimi atyre që besojnë. Ardhja e fesë. Para se erdhi feja, ruheshin të ndryrë në ligj, për fenë që do të zbulohej. Kështu pra ligji ishte mbikëqyrë si ynë deri që të vinte Krishti që ne të shfaqsohemi me anë të fesë. Por qysh se erdhi feja nuk jemi më në mbikëqyrës. Prandaj të gjithë jeni bijtë e hyjit në fuqi të fesë në Jezu Krishtin, sepse gjithsa jeni pagzuar në Krishtin, me Krishtin jeni veshur. Nuk ka më hebre grek, nuk ka më sklav i lirë, nuk ka më mashkull femër. Të gjithë ju jeni një në Krishtin Jezus. Nëse jeni të Krishtit, jeni pasardhësit e Abrahamit, trashëgimtar në fuqi të premtimit. Kapitulli 4. Bisi hyjnore. Dua të them, derisa trashëgimtari është i mitur, nuk dadhohet në asgjë nga sklavi edhe pse është pronari i të gjithë pasurisë. Ai është nën kujdestar e mbarshtues deri në atë ditë që ka caktuar i Ati. Po kështu edhe ne. Kur ishim të mitur, ishim skllëvër të parimeve fillestare të shekullit. Por kur erdhi plotësia e kohës, hyi dërgoi birin e vet, të lindur prej gruaje, të nënshtruar ligjit, që t'i shpërblente të nënshtruarit e ligjit, që ne ta fitonim bijsin në shpirt. E prej se vërtet jeni bij, hyje dërgoi në zemrat tona shpirtin e birit të vet, i cili gërthet: Aba, o Atë. Këndej më nuk je sklav, por bir. E mbasi je bir, atëherë për vullnet të hyjit, je dhe trashëgimtar. Dikur kur ende nuk e njihnit hyjin, u shërbenit hyjnive që për ka natyra e tyre nuk janë hyjni. Por tani, kur e njohët hyjin, më mirë të them, kur hyj ju njohi ju, si tani rishtas të ktheheni te parimet e dobta e të mira, dhe prap rishtas doni të bëheni skllëvër të tyre, i kremtoni me kujdes disa ditë, muaj, sinë e vite. Gjithë po trembem se kot hoqa keq rreth jush. Një ndryshim të pakuptueshëm. Po ju lutem, o vëllezër, bënu si unë, se dhe unë u bëra si ju. Me asgjë nuk më fyet. Ju e dini se me rastin e një sëmundjeje të trupit tim për herën e parë ju kam kumtuar ungjillin, dhe trazimin që ju a bëri trupi im i sëmur, nuk e përbuzët dhe nuk treguat pak kënaqësi, por përkundrazi. Më pranuat por si engjëllin e hyjit, por si Jezu Krishtin. Ku është tani ai gëzimi juaj i dikurshëm? E pra, unë ju dëshmoj se të kishte qenë e mundshme, sytë tuaj i kishit nxjerrë për të mi dhënë. Kështu?
A thua u bëre armiku juaj pse ju them të vërtetën? Ata dëftojnë kinë se kujdes për ju, por jo në mënyrë të ndershme, pse duan t'ju ndajnë prej meje, që ju mandej të jepeni me zell pas tyre. Mirë është të jeni të rrethuar me kujdes qëllim mirë gjithmonë e jo vetëm kur jam pranë jush, o fëmijët e mi, që unë ju rilind me dhimbje barishtas deri që Krishti të formohet në ju. O sa dëshiroj të gjendem tash ndër ju, për të gjetur fjalën e përshtatshme për ju, sepse nuk jam në gjendje të vendos ç'të bëj me ju. Alegoria me Agarën e me Sarën. E ju që dëshironi të jeni në ligj, më thoni, a nuk dëgjoni çka thot ligji? Sepse në shkrim shenjtë është se Abrahami pati 2 djem, njërin prej skllaves e tjetrin prej të lirës. Ai prej skllaves është i lindur natyrisht, kurse ai prej gruas së lirë në fuqi të premtimit. Kjo është alegori. Këto gra paraqesin 2 beslidhjet. Njëra beslidhjen që vjen nga mali Sinai, e cila lind për skllavëri e paraqitur me Agarën, e Agara do të thotë mali Sinai, që është në arabi dhe i përgjigj Jeruzalemit të tanishëm, sepse është në skllavëri me gjithë fëmijët e vet. Ndërsa Jeruzalemi, ai i lartë, është i lirë, ai është nëna jon, sepse në shkrim shenjtë është: Galdo berojnë, ti që nuk lind fëmi, gërthit në brit mhareje, ti që nuk i sprovon dhimbjet e lindjes, sepse e përbuzura ka më shumë fëmi, sa ajo që e ka burrin. Kurse ju o vëllezër jeni por si Izaku, fëmijët e premtimit, dhe sikurse aso here, ai që ishte i lindur natyrisht e salvonte atë që ishte i lindur simbas shpirtit. Ashtu ndodh edhe tani. Por se, çka thot shkrimi i shenjtë? Dëboje skllaven edhe djalin e saj, sepse biri i skllaves nuk mund të jetë trashëgimtar me djalin e gruas së lirë. Këndej o vëllezër, nuk kemi bite skllaves, por të lirës. Kapitulli 5. Përfundim, liria e krishterë. Krishti na liroi që të mbeteshim vërtet të lirë. Qëndroni prandaj e mos lejoni t'ju zënë në zgjedhjen e skllavërisë. Ja, unë pali, po ju them, në qoftë se rreth priteni, Krishti mos do t'ju vlejë asgjë. Përsëri dua t'ju vë në dieni, çdo njeri që rreth pritet, e detyron vetveten ta zbatojë mbar ligjin, i këputët marrëdhëniet me Krishtin, ju që e themeloni shfaqsimin në ligj, keni rënë nga hiri, sepse ne në për shpirtin shenjtë e presim me anë të fesë drejtësinë që e shpresojmë. E një mend, në Jezu Krishtin nuk vlen gjë as rreth prerja, as pa rreth prerja, por feja që vepron me dashuri. Aq bukur vraponit, po kush që ai që ju pengoi e tani nuk i nënshtroheni më të vërtetës. Një bindje e tillë me siguri nuk vjen prej atij që ju grish. Pak thar me mbrun të gjithë brumin. E lidhur me ju shpresoj në Zotin, se nuk do të merrni një drejtim tjetër, e ai që ju turbullon, kushdo qoftë, do ta marrë dënimin. E unë o vëllezër, po ta predikoja gjithnjë rreth prerjen, përse do të vazhdonin të më salvojnë, atëherë mbet ka pa fuqi shkandulli i kryqit, e bëft Zoti, e veten e gjymtofshin ata që mbjellin turbullime ndër ju. Liri dhe agape. Vërtet, vëllezër, ju jeni të grishur në liri, por kini kujdes që kjo liri të mos bëhet shkak të jetoni si don trupi, por me dashuri shërbeni njëri tjetrit, sepse i tërë ligji përmblidhet në këtë urdhër. Duaje të afërmin tënd por si vetveten. Nëse njëri tjetrin nuk e lini në paqe me fjalë dhe ja breni shoqit jetën me ngatresa, hapni syt, po e qitni fare njëri tjetrin. Dua të them, jetoni në ndikimin e shpirtit shenjtë e nuk do t'i kryeni dëshirat e mishit e të gjakut. Sepse mishi e gjaku me dëshirat e veta i kundërshtojnë shpirtit e shpirti i kundërshton mishit e gjakut. Këta të dy janë në kundërshtim njëri me tjetrin që të mos bëni çka dëshironi.
e nëse ju prind shpirti, nuk jeni të nënshtruar ligjit. Tashti, veprat e mishit të gjakut janë të njohura. Ata janë fillikështia, papastërtia, shfrenia, idhujtaria, magjia, armiqësit, grindjet, smira, hidhërimi, gërgazat, dasit, mospërkimet, zilit, zdërhalljet, ndejat me pije e qefe e të tjera si këto. Lidhur me këto po ju vë në dijeni qysh tani, sikurse ju a thash më parë. Kush i bën këto, nuk do ta trashëgojë mbretërinë e hyjit, kurse fryti i shpirtit është dashuria, hareja, paqja, duresa, dashamirësia, mirësia, besnikëria, butësia, përkormëria. Kundër këtyre nuk ka ligj. Ata që janë të Krishtit Jezus e kërcëzuan trupin e vet bashkë me prirje dhe dëshira të prujta. Nëse jetojmë në ndikimin e Shpirtit Shenjtë, të udhëheqemi edhe në drejtimin e Shpirtit Shenjtë. Mos të jepemi mbas lavdisë së kot, mos ta ngucim njëri tjetrin, mos t'ja kemi smir njëri tjetrit. Kapitulli 6. Disa rregulla mbi zell dhe dashuri. Vëllezër, nëse ndokush bie në faj, ju që jeni njerëz shpirtëror, ndreqeni të tillin me shpirt butësie. Ruaje veten që edhe ti të mos biesh në tundim. Mbartni njëri tjetrit barrën e kështu do ta plotsoni ligjin e Krishtit. Sepse po mendoj ndokush se është diçka e nuk është asgjë, ai gënjen vetveten. Secili le ta shqyrtoj vetë veprën e vet e atëherë po gjetje arsye mburjeje, le të jetë në krahasim me vetvete e jo me të tjerë, sepse secili do ta mbart barrën e vet. Kush merr mësim në fjalën e hyjit prej ndokujt, le ta bëjë mësuesin e vet pjesëtar në të gjitha të mirat e veta. Mos u gënjeni. Hyji nuk lejon të vihet në lojë. Çka kush mbjell, atë edhe do të korrë. Kush mbjell në trup të vet, nga trupi do korrë shkatrimin, e kush mbjell në shpirt, nga shpirti do të korrë jetën e pasosur. Mos të lodhemi kur duke bërë mirë, për të vërtet. Nëse nuk do të mejmë, patjetër në kohën e duhur do të korrim. Prandaj derisa të kemi kohë, t'i bëjmë mirë gjithkujt, sidomos vëllezërve në fe. Epilog. Shikoni se me çgërma të mëdha po ju shkruaj me dorën time. Të gjithë ata që duan të mbahen të rëndësishëm sipas parimeve të mishit e të gjakut, të tillët ju shtyjnë të rrethpriteni me qëllim që të mos jenë të salvuar për shkak të kryqit të Krishtit. E pra as vetë të rrethprerët nuk e mbajnë ligjin, por duan që ju të rrethpriteni që të mund të mburren me trupin tuaj. Sa për mua mos e thash Zotit të mburrem me tjetër send, përveç me kryqin e Zotit ton Jezu Krishtit, në për të cilin për mua bota është e kryqëzuar dhe unë për botën. Sepse s'vlen asgjë, as rrethprerja, as pa rrethprerja, por krijesa e re. Të gjithë ata që do ta mbajnë këtë rregull, si edhe mbar Izraeli i hyjit, paçin paqe e mëshirë. Pas tashit askush më të mos më trazoj, sepse unë mbart në trupin tim shenjat e Jezusit. Hiri i Zotit ton Jezu Krishtit qoftë me shpirtin tuaj, o vëllezër. Amen.